Bismillahirrahmanirrahim. Një temë rreth së cilës po pyetem në mënyrë të vazhdueshme, ndosë kam folur edhe më herët, që është çështja e tatuazheve. A i lejohet muslimanit dhe muslimanes të vendos atë bëjë një tatuazh në trupin e tij? Pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka thënë në mënyrë të prerë që mallkimi i Allahut qoftë për ato gra që bëjnë tatuazhe edhe për ato që shkojnë për të bërë tatuazhet. Prej këtu, ulemaja e jon kanë nxjerrë konkluzion se bërja e tatuazheve si për burrat, ashtu edhe për gratë, konsiderohet prej gjunaheve të mëdha në Islam. Dhe ne po shohim se në realitetet e sotme, në mënyrë të habitshme, ka një shtim dhe një rritje në masë të njerëzve që bëjnë një tatuazh sa do i vogël qoftë ai në një prej gjymtyrëve të trupit të tyre. Dhe pa dyshim se ky veprim bie ndesh me normat dhe etikën dhe rregullat e fesë islame. Në diskutim është një person i cili ka bërë tatuazh, pastaj është pendu, pra e ka kuptuar se është haram dhe është ndaluar, dhe e ka të pamundur për ta fshirë atë, sepse sikurse e dini, veprimi i tatuazheve, sidomos i atyre që janë me gjilpër dhe me vendosjen e bojës nën lëkurë, patjetër që është shumë i vështirë për t'u hequr. Ka format e tjera tatuazhesh që janë pak më të lehta dhe që mund të kalojnë pas 3 vitesh dhe mund të fshihen. Edhe ato janë haram dhe ka një lloj të tretë tatuazhi apo zbukurimi që gratë bëjnë zakonisht, që është lyerja apo zbukurimi i duarve apo i këmbëve me kan apo hanna, që quhet në gjuhën arabe. Kjo është një formë zbukurimi që nëse burri e pëlqen te gruaja e tij dhe ajo e bën atë për t'ju zbukuruar burrit të saj, patjetër që kjo është diçka e lejuar, sepse pas disa kohësh, pra në një periudhë të shkurtër kohore, ajo largohet. Kësaj, ata persona të cilët e kanë vepruar një gjë të tillë, Imam Zahabiu dhe disa dietarë të tjerë të shquar të fesë islame e konsiderojnë tatuazhin si gjunah prej gjunaheve të mëdha. Pse? Sepse pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shoqëruar veprimin e tij me mallkimin e Allahut. Pra mallkimi është nxjerrja e njeriu nga mëshira e Allahut azza wa jall. Zoti na ruaj. Ata të cilët e kanë bërë një gjë të tillë dhe pastaj e kanë kuptuar se është e ndaluar dhe nuk kanë mundësi për ta heqë dhe vinë tash për të falë namazin, a pranohet namazi i tyre? Dietarët tanë kanë thënë se prania e tatuazhit në trup nuk ndikon tek saktësia e namazit. Mirë po, ajo që i këshillojmë njerëzit në përgjithësi, ata që janë sprovuar me këtë gjuna, prej gjunaheve të mëdha, është që po patet mundësi me imbulu ato gjymtyrë, sidomos krahët, duart, po patet mundësi me imbulu dhe mos me ekspozu faktin se e keni bërë një tatuazh, bëjeni sepse kjo është edhe më mirë. Nga këtu dëshiroj të jep një këshill, sidomos djemve të ri, po edhe vajzave të reja muslimane. Larg këtij veprimi që e shohim sot të përhapet në mënyrë të shpejtë dhe të përhapet në masë, mos mendoni se veprimi i tij e zbukuron muslimanin apo muslimanen, përkundrazi, ky është një gjuna prej gjunaheve dhe një mallkim prej mallkimeve dhe një veprim i cili hyn në kuptimet e ajetit kuranor ku Allahu i madhruar na tërheq vëmendjen për dëshirën e madhe dhe sfidën e shejtanit të mallkum, i cili thotë se unë do t'i urdhëroj pra pasuesit e mi dhe do ta ndryshojnë formën e krijimit të Allahut. Shumë prej dietarëve tanë e kanë konsideruar veprimin e tatuazheve si formë prej formave të ndryshimit të krijimit të Allahut. Të ka krijuar Zoti në formën më të bukur, ti shkon edhe bën një kafsh apo një emër apo gdhen diçka që ndoshta me kalimin e kohës edhe mund të pendohesh, edhe për çfarë? Zoti na ruaj nga devijimi dhe largimi nga ajo çfarë i pëlqen dhe është rrezimet e Zotit i gjithësisë. Në disa vende të botës perëndimore ka klinika të grave muslimane që reklamojnë me të madhe bërjen e tatuazheve. Subhanallah, është një kontradiktë shumë e madhe, sepse nuk ka kuptim edhe gru muslimane, edhe reklamuese apo vepruese e diçkaje për cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thënë, mallkimi i Allahut qoftë për ato gra që bajnë tatuazhe dhe ato që shkojnë për t'i bërë tatuazhet. Dhe pse është përmend gruaja në këtë kontekst? Sepse tek arabët më herët
ka qenë traditë e grave në veçanti për të bërë tatuazhe, për të heqë vetllat dhe për të zbukuruar vetllat dhe për të nda dhamt në mes, sidomos vajzave të reja, sepse i kanë konsideruar të trija këto veprime si forma të zbukurimit të vajzës së re, sidomos të atyre vajzave në prag të martesës. Prandaj të kemi kujdes dhe të kërkojmë falje për gabimet e bame, e ata që janë në mëdyshje për ta vepruar apo jo, të distancohen nga ky gjunah i madh, e ata që e kanë bë, ti kërkojnë falje Allahut Azza wa Jall, e të pendohen sepse ky është një gjunah prej gjunaheve të mëdha dhe njeriu duhet të distancu sa më tepër prej çdo lloj veprimi në të cilin nuk është pëlqimi dhe mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Allahu ju dashur.